se nuk mund të thuhet dot për Shtetet Bashkuara të Amerikës të detyruar, po përpara një fakti të kryer. Unë besoj që autoritetet e tyre patjetër duhet ta dinin shumë mirë, por kuptohet që zoti Netanyahu ka shkuar shumë sipër, ka shkuar jashtëzakonisht sipër. Shumë larg. E para për arsyen e vetme që nuk njeh limitet e vendit të tij, dhe këtu nuk kam përshtypjen e limiteve të kapaciteteve ushtarake, por të limiteve historike. Çdo vend duhet të ketë parasysh në jetën e vet limite historike, të paktën pararencet e Iranit kanë pasur limite historike. Ka bërë përshtypje një intervistë e fundit të kreut të Mossadit dhe ambasadorit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shumë vite, dhe njëri shumë special, i cili jo thjesht ka qenë kritik dhe vazhdon të jetë kritik me zotin Netanyahu, po gjithmonë ka përdorur këtë element që në momentin kur ketë hapur një vatër, siç është vatra e gazit, gjëja më e rëndësishme është të marrin njerëzit tanë të gjallë apo të vdekur dhe pastaj të mendojnë për të ardhmen e vendit tonë. Po, dhe kjo logjike. Është logjike, keni drejt. Ndërkohë që zoti Netanyahu, që ju e dini në këto momente përballet e para me shpalljen e tij jo të padëshiruar, po që është nën hetim nga gjykata ndërkombëtare. E dyta, vazhdimisht ka krijuar probleme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe politikën e re të zotit Trump. Dhe e treta në rajon, në një vend i cili bëri me shumë vështirësi marrëveshjet abramahike, ju e dini që u bë marrëveshje Izrael, Arabi Saudite, me gjitha vendet me radhë, dhe u fashit të ridiku problemi Palestinës në sensin për të gjetur një zgjidhje edhe Izraelit kokave të ftohta, u duhet një marrëdhënie e tillë. Krejt papritur ndodhi ajo që ndodhi. Zoti Trump pak besoj ju e dini më mirë sepse vini nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pjesën ekzibicioniste të tij, me individ që nuk din t'i thonë jo, mori përsipër që të çonte diçka më shumë të aksion, por se nga ajo që kuptuam, pam një Iran jo të përgatitur për këtë lloj sulmi ndaj fuqisë më të madhe të botës, dhe dyta të përgatitur. Asnjë nuk është i përgatitur për këtë lloj sulmi. Keni të drejtë. Amerika mund të ketë, po në fushën e armatimit, ushtrisë është një 100 vjet larg para gjithë. Por keni parasysh ishin të përgatitur për atë që ju thatë në fillim të bisedës tonë, zhvendosjen e masës së uraniumit të pasuruar